Regjizori shqiptar shfaq 42nd Street në New York, monodrama e jetës një migranti. Aktori dhe regjizori shqiptar Diar Xhani gjitet në skenën e festivalit prestigjos të teatrit në New York me monodramën 42nd Street. Përzgjedhur mes 10 konkurrente, festivali i njohur ofron një platformë për artistët që korrojnë për çmime të ndryshme. Për Xhanin, pjesëmarrja ishte realizimi i një ëndre. New York Theatre Festival është një nga festivalet më prestigjioze në botë. Për mua, të jem pjesë e tij është një ndër kënaqësitë më dha u shprahi për studion Rrez dhe Dielli nëpërmjet një lidhje Skype. 42nd Street është një histori për emigracionin, frymëzuar nga rruga e famshme me të njëjtin emër në Manhattan. Monodrama ndjek historinë e një protagonisti që shkon për herë të parë në Amerikë dhe gjendet në rrugën 42 për të takuar dikë që ka premtuar ndihmë, por ai mbetet i vetëm dhe pas zgjidhje tjetër. Xhani, i cili eci për herë të parë në Amerikë pikërisht në këtë rrugë, thotë se shumë emigrantë mund të lidhen me këtë histori. Shumë njerëz kanë filluar rrugtimin e tyre në Amerikë nga kjo rrugë shprehet. Ai në karrierë të pasur, Diar Xhani ka luajtur për herë të parë në skenë Kosovë që 12 vjeç dhe ka vazhduar studimet në Maqedoni, Prishtinë e më pas ka kryer doktoraturën në Radio TV në kinema në Universitetin e Stambollit në Turqi. Ai ka performuar në Gjermani, Zvicër dhe në vende të tjera evropiane.